e den në dhe më provu e dhone, po nuk do me thonë që atër kur pret që nështë ki me fitue, ose ku kime me fitu mas shumë të fitu mas pokët edhe në siltas. Se janë shumë faktorë që janë në lojë këtu. Unë desha me thonë të se për mene Valoni me shku negociata. Negociatat me Serbinë në kry, ka me të veç mora një zumë marveshje. Vallaj në vizë ramin ja kanë qitë, halo. Ka me të veç mo realizu marveshja. Ashtu është imponume, po jo. Edhe Albin Kurti e ka shprej gatishmërinë në Kombet Bashkuara, ka thonë hajde të nënshkrujmë marrëveshjen fuqiqe, ju kujtohet besoj. Po para se me qenë një kush ka thonë ti Gjuriçi, a foli me Gjuriçin që ka thonë për që janë krya? Po me Gjuriçin e kemi shpjeguar të sana, po për çfarë kemi fol? Për gjëra gjatë, po duhet se burimet tash mos i kanë. Dëgjoj. Por para se me qenë interes i Amerikës e Bashkimit Evropian i marrëveshje Kosovë-Serbi, në rreth parë kjo është interes kombëtar i Kosovës. Kosova ka më shumë të interes me zbatu që të marrëveshje. Sa do që çmimi është i noltë, se marrëveshje ka marrë fund. Pas ka që me pas tjetër në marrëveshje. Donald Trump i ka prish këtë marrëveshje të rrshme. Shko me bo ndryshe, s'ka që me bo. Kërejt i ka prish. Ajo të e prish datën. Nga, në marrëveshjen e ta këqyrim Ndëgjë, s'ka që është moralizu, nëse një bëhet një marrëveshje me kompromis, kjo është kompromis që ka propozu Bashkimi Evropian edhe s'ka Trumpe, veç mundet me ongrej vesh dhe me realizu që atë marrëveshje, se s'ka tjetër. Po këmbejet autonomia sërbëve në Kosovë, për mes Zednicës, me njohin de facto dhe jurët pavarësisë Kosovës, që këto shumë vetës pe kuptojnë në Kosovë. Kurse se këto u përmend që koalicion me SDK-s e vendosis. Nuk jep Albini më shumë se sa president, nëse jep. Kujt? LDK-s. Nuk o pak, po nuk ishte në koalicion me një parti me adhon presidenti. A se ka në plan me shtu ministri. Që pe avotoj, propozane që unë pe avotoj edhe u kry. Që kjo është koalicion që i vynë LDK-s një koalicion? Po i vynë me marë presidentin. I vynë... Ne që e krejan qeverin. Po veç ku të me presidentin, së shtisoj mo president. Po së shtisoj, po që ato qa që afron... Unë menoj se i Kurti ka në plan me rrit ministrit. Do më ka me shtu ministri. Gjë që kjo... Kjo bëhet, dihet për çka bëhet. Me akomodu një partner. Shiko, ti kime pas LDK-n mrena koalicionit 3. Edhe kanë me bëtë qeverin... Kjo që me qka? Nëse i shton ministri... Pa president apo president? Shiko, zakonisht... Nëse shkon pa president dhe presidenti me kryetar kuvendi... Nëse hinë gjithmo, presidenti qëtu... I jap drejt LDK-s. Ideja se... Mundet me qenë kryetar i kuvendi... Ideja se kë ka me na qu përsëri në zgjedhje, ka me përsërit, nuk e mendej. Po nuk... Kej që aty është. Nuk ka interes, nashtë. S'ka interes me qumë. A e taku dhe i tashe si taku me LDK? Nuk e di, se së që shiko, unë kërë bëjë analizën e bëjë në bazë asona që asho publikisht, qka di, jo, po më dojnë bëjë bazën e ty në informacionëve, thashtë të thëmë. Po, edhe unë po analizoj interesat. Informacione, po. Bëjë bazën e informacionëve, edhe mirë po, unë e thjesht nuk... Më sish blesë, në informatë. Si vjani. Si bëjë analizë pa informat. Ma thuj. Unë e thjesht, po gjykoj, duke analizuar interesat e një palës tjetër, duke e ditur sjelljen. A e fatën peci u prish për një drejtori u prish me LDK-n. Ska lire. Një gjë shumë tim. Ajo fore për LDK-s që kështë që u largun për pozicionit, që negociata për... Jo, pas... Shiko... Nëse duhet me i... A numër e ministrive, se përket visha... Me rrit numër e ministrive, unë besoj që Ramush Haradina e ka hub autoritetin e vetë për kishë pëse ka pas një qeverije... Po i ka rritë Albini.
Më thonë këtë propozimin që si ka dhe qeveria, ty pat 20 ministria. Shiko, Jo, ka boja të, nëse ai kome Nëse ke po listën këtu që e komentoj. Nëse rrit numrin e ministrive, kur si ka pas Kosova 22, s'kone nëse rrit numrin e ministrive, ka me vend Sakicën kom vend. Ka me hup autoritetin e vend. Thjesht. Se kjo të rëgoan që ai po ndihet ma komat në pushtetin e vetë, edhe, po, shiko, pushtetin që shë merë, ma kalla e hup. Por zërë me morë, a me hup është shumë kallaj. Për me analizuar Albin Kurti, dëni me menu, jo logikisht në mënyrë të qmendur. Boni ashtë të japësit, me menu, logikisht, aty s'ja bjen. Me agim batirin i ka morë, 51% ju pëthuni që ka nevoj me inë zhjedhe apet, pa i me agimin i ka morë 50%. Pse s'hen edhe njëherë me agimin, edhe me po e ka morë që ka posë diasporën, po zë me thonë që e ka gjithmonë diasporën të. Veç me policinë e verimi. Aja s'ka do për forcim as kur gjo, edhe i merë 51%, pse s'hen apet. Me partit që së përpërë. Qa ka ndodhë rrath përfshirje se mund të LDK. Atër, nëse hymë në logjikën politike të vendosin, unë mendoj që presidenti ose gara për president ka me shku në votim në 2 persona, që me arrit 80 votat ose 80... Kush me propozu? Një me propozu opozita? Po, unë mendoj ajo është loj, tash. Që i bjen me hynë lojnë e Albin Kurti? Me hynë lojnë e Albin Kurtit, po mundet vetë dikush tjetër me propozu një president tjetër. Hajde të zanë që Albinit i duhet një president i cili ja fuqizon pozicionin e ti patriotik. Pse i duhet Albinit një president i tillë? Le të më falin Jasharajt, hajde të marrëm shembull Jasharajt. Edhe Jasharajt, nëse vendoset me hynë në garë, emri i njerit për Jasharajve, atëherë e kanë të vështirë opozitarët që mos t'jem pjesë ose mos t'jem mranda në salë, në votim. Ska qenë e vështirë kur është përmena një Adem Demoqit, për shambull, për vetëvendosin. Vetëvendosin që ka... Po flasim... Ka qenë kundër. Kundër ka qenë vetëvendosin, kundër emrit Adem Demoqit, kështu që... A, dim se ka qenë kundër. Pse sot 2026... Dim se ka qenë kundër. Pse po desh ka veç me shantazhu me në emën patriotik, e ti me nejnë solo? Unë po flasë... Po çfarë është opozita? Moment pastaj ti kundërshtoje. Për me njëherë me të përgjigjë. Adem Demoqi i zgjedh president, po të kishë dashur edhe Partia Demokratike. Dhe më thonë, ai ka qenë provokim për mendja emrit të Adem Demoqit. Provokim, ta kanë rënë provokime, kanë refuzu. Po, refuzu. Që këta kanë, fakti është që kanë refuzu. E tash, unë nuk e dija bin provokim këta tjerë. Dhe pse i duhet Albin Kurtit një presidentin tillë? E para, me fuqizu veten edhe ma tutje dhe me thonë që këta janë kundër çdo vlere e cila e ka bazën e OÇK-s edhe pse thirrën në OÇK, dhe me thonë donë publikisht mi marrë vlerën, me vendos në votim edhe mi shëndëru LDK-n dhe PDK-n në një formacion politik. Formacion pa frym, pa OÇK, pa kur gjë. Veç në ushta pa flamar. Nëse arrin këto, ta dini që ai e fuqizon parlamentin, e fuqizon presidencën, e fuqizon veten, e fuqizon diskursin edhe epitetin. Dhe pastaj vendos për çka don Kosovë. Unë po hi në logjikën politike të vendosjes. Çka do tjetër? Vjosa Osmani nuk ja përmbush kriteret e deficitit patriotik që ka vetëvendosja parasysh se me